Pse nuk cena më në diskotekë si vitin 1992? Set me free, so you ready, so you like. What you see is what you get. Listen to people and something inside. Në rrjetet sociale është të qarkullu një video e një nejes në Prishtinë në vitin 1992. Edhe pse jo kohët më të mira për me parti ose për me dalë, mrena kësaj video mund është me vrej diçka që nuk e përjeton më në ditët e sotme. Njerëzit ktheheshin si mos me pas nesër, pa telefona, pa story, veç energji edhe buzëqeshje. Krejt duken thirrë sikur krejt çka ju ka interesu ka qenë muzika e momentit. E sot është krejt storie tjetër. Shkon në klub edhe i sheh krejt njerëzit të vishur bukur, me gota në dorë, po s'ka dikush që kthen. Ma shumë janë ato e kshyrë njëri tjetrin. Disave që tundin kryt, ama s'ka lidhje që jetojnë ngusetin e njëjtë që 10 vikende rresht. In 94, you, but half the people voted for George W. E pse ka ndryshu kjo e jena bo kaq të pajatshëm? Boring. Nashta se jeta ka ndryshu komplet. Në atë kohë njerëzit kanë kthy për me u largu prej stresit, pe krejt asoj që ka ndodhur për rreth. Me kthy për me harru dhe gjana e për me jetu pak. Sot kena ma shumë liri, po shumë ma pak lidhje me njëri tjetrin. Normal që në krejt këtë analizë ka ndikim shumë të madh muzika. Sot shumica hiteve janë vibe, edhe krejt fokusohet te vibe, por jo te vallëzimi, sa mu duk që aty cool edhe mi bu 5 lëvizje krejt. Dikur ka pas ma shumë groove, rhythm e funky beats që nuk e mujt me nejt ullën edhe me dasht. E në fund kër e me ndonë thellë, sot që s'dojna me kthy, vetë se kanë ndryshu arsyet. Dikur kena kthy për me jetu momentin, e sot për me ik prej momentit e realitetit. E bashkë më du me dit prej teje se qka po me ndonë. A mund është me e vrejt këndryshim në kohë? Let me know në komente, e bane follower Ban FM në krejt rrjetet sociale, e subscribe në YouTube.